Në mënyrë të veçantë jemi të akorduar për bashkëpunimin e ngushtë në sferën e arsimit të lartë. Jemi në proces të hapur të dy shtetet, edhe Republika e Shqipërisë dhe Republika e Kosovës, kanë hapur procesin e miratimit të ligjit për arsimin e lartë. Jemi duke u koordinuar edhe në nivel politik edhe në nivel teknik, kemi një bashkëpunim të shkëlqyeshëm. Për 2 javë do të kemi një aktivitet të madh të grupeve të ekspertëve tanë që do të koordinojnë hartimin e përbashkët të ligjeve. Jemi plotësisht dakord për krijuar një listë mirë për universitetet të forta, për një universitete autonome. Ju siguroj që do të vijojmë jo thjesht dhe vetëm në rrugën e unifikimit të tërë sistemit tonë arsimor. Kemi filluar me sistemin parauniversitar, do të vijojmë për ta shtrirë edhe në fushën e arsimit lartë dhe kërkimit shkencor. Por kjo është vetëm një ramë. Ajo që është e rëndësishme është që t'i bëjmë sistemet tona arsimore të unifikuara, sisteme cilësore që mundësojnë për të rinjtë e Shqipërisë dhe të Kosovës. Ne do t'i propozojmë mbledhjes së ardhme të 2 qeverive tona, krijimin e ekipit përbashkët midis Ministrisë së Arsimit të Shqipërisë dhe Ministrisë së Arsimit të Kosovës, të ekspertizës, të cilët do të mundsojnë standardizimin e procesit të kualifikimit të mësuesve, modulet e përbashkëta të kualifikimit, por jo vetëm kaq, edhe ekipet e përbashkëta të trajnerëve që do të mundsojnë kualifikimin e mësuesve në këtë kurrikull të re të unifikuar të arsimit parauniversitar në Shqipëri dhe Kosovë.